Sigurisht kjo ka qenë një ditë e lodhshme për kolegët në Kosovë, megjithatë ata kanë qenë në ambientet e kuvendit ku deputetët e opozitës kanë lëvizur herë pas here për të krijuar apo për të përmbushur këtë aksion që ata kishin paralajmëruar për sot në orën 11. Kam kënaqësi të ftoj në këtë komunikim të drejtë për drejtë kolege nga Klan Kosova, Qëndresa Bellagoshi. Qëndresa, të përshëndes, shumë faleminderit për kohën, e di që ke kaluar një ditë të gjatë dhe të lodhshme, meqense sot në kuvend, gjithsesi pati zhvillime pavarësisht faktit se nuk është thirrur ende mbajtja e seancës konstituive apo të paktën vazhdimi e asaj që nisi me datë 6 gusht. Çfarë ndodhi në kuptimin e një përmbledhje të momenteve më pikante? Ajo se çfarë solli krejt ngjarjen e sotme që sigurisht e keni pasur mundësinë që të shihni edhe videot që tashmë vetë se janë edhe virale në rrjetet sociale për krejt atë se çfarë ka ndodhur sot, nisi për shkak të një thirrje të Partisë Demokratike që është partia e dytë në vend që të mblidhen në orën 11 sot dhe në këtë formë dhe të kërkojnë edhe pjesëmarrjen e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje dhe ta vazhdojnë seancën konstituive e cila vetë është e filluar, por që nuk është vazhduar as pas 48 orësh, ashtu siç është e përcaktuar me rregullore që nuk duhet të kalojë më shumë se 48 orë pa u thirrur vazhdimin një seance të nisur në këtë rast seancës së parë dhe që rëndom ka karakter solemn që është ajo konstituive. Me të hyrë në sallën e kuvendit, e cila sot ishte e hapur me një tjetër shkasi, jo për deputetët opozitar që ta bëjnë një seancë siç ata kanë pretenduar, ishte e hapur për shkak që janë ditët kur mërgjimtarët mund të vinë dhe të shohin ambientet e parlamentit. Atëherë përballja me deputetët e pushtetit në këtë rast të vetëvendosjes nuk është se kaloi mirë, ishte deputetja dhe në këtë rast edhe ministra në detyrë Donika Gërvalla, ajo që fillimisht pati rastin që të përballet me deputetët e Partisë Demokratike, të cilët i kërkuan asaj që bashkë me partinë në të cilën është në koalicion ajo pra në këtë rast në vetëvendosjen, të therasin seancën dhe ta konstituojnë kuvendin në këtë mënyrë duke mos e shkelur edhe kushtetutën për më tutje, për shkak që sipas deputetëve opozitar krejt këto veprime të Partisë së Albin Kurtit janë një shkelje ligjore dhe shkelje kushtetuese për shkak të tejkalimit të gjitha fateve të cilat ishin të përcaktuara për formimin e institucioneve. Por ajo që vlen të theksohet është që ka pasur edhe vetë pengim të deklarimit edhe nga ana e ushtrueses së detyrës presidentes Alberina Haxhiu, e cila po ashtu gjatë fjalimit të saj të mbajtur bashkë edhe me diasporën të cilët kishin ardhur në vizitë, është përcjellur me brohoritje nga opozitarët, por që kjo nuk mbeti me kaq, për shkak që kishte edhe gjuajtje madje edhe kontakte fizike në mes të deputetëve të cilët patën përplasje në këtë drejtim. Tani, Qëndresa, unë dua të kuptoj dy element. Një që vlen për të nënvizuar në këtë aksion opozitar po e quaj me dy protagonistë PDK-n dhe Aleancën, mungoi lidhja demokratike e Kosovës. Dua të di nëse ka pasur qëndrime apo reagime zyrtare për këtë mungesë të tyre sot në kuvend dhe elementi i dytë për të të lënë dhe ty më pas të lirë të vijosh punën se di që ke angazhim deri në orët e vona, çfarë prizë ndodh më tej, pra çfarë paralajmëron në ditët në vijim opozita? Lidhja Demokratike është e vërtetë që nuk kanë qenë pjesë në sallën e kuvendit, ku ka pasur sot deputet vetëm të vetëvendosjes PDK-s dhe të Aleancës. I vetmi që është parë në ambientit e kuvendit sot është deputeti Armend Zemaj që vjen nga Lidhja Demokratike, por që nuk ka pasur një qendrim zyrtar të LDK-s sepse nuk ka marrë pjesë, ani se nuk ka pasur realisht një ftesë zyrtare, një seancë zyrtare për të marrë pjesë, derisa bashkangjitja në vizitat e bashkëdhetarëve është diçka që mund të bëhet në kuadër të vullnetit dhe nuk është diçka e detyrueshme për deputetët që të marrin pjesë gjatë vizitave të tyre. Derisa ajo se çfarë pritet të ndodhë në vazhdimsi pas kësaj dite që kaloi edhe me konflikte edhe fizike, për shkak që kishte shtyrje dhe prekje në disa momente në mes të deputetëve të PDK-s Mërgim Lështaku me Adnan Rustemin e vetëvendosjes, po ashtu edhe deputetja e Aleancës Albana Bytyshi pati një shtyrje me Arberien Agastin e vetëvendosjes. Është paralajmëruar nga Partia Demokratike që do të ketë edhe në vijimsi, ata do të shkojnë çdo ditë siç thanë në kuvend për të kërkuar konstituimin e tij. Kjo megjithëse në PDK janë të bindur se të gjitha afatet e parapara kushtetuese kanë kaluar. Pra, aktualisht jemi në shkelje kushtetuese, por që megjithatë, sipas tyre në interpretimin që kanë, duhet të konstituohet kuvendi në mënyrë që të shkohet në procedura tutje. Ajo se çfarë i kërkon vetëvendosje në vazhdimsi partive të tjera është që ta çojnë në gjykatën kushtetuese, por pikërisht
këtë kërkesë nuk duan që t'ja plotësojnë partitë opozitare për shkak që sipas tyre ky është i gjysënimi i Albin Kurtit, kjo për të quar në një datë të përshtatshme mbajtjen e zgjedhjeve të ardhshme, e që në bazë të deklarimeve të dritashme Po? janë të pashmangshme për shkak të mos pajtimeve për të zgjedhur presidentin, në këtë rast me Lidhjen Demokratike si e vetmja parti e cila po pranon tutje të takohet me Kurtin dhe janë në vazhdimsi të bisedimeve për të bërë edhe konstituimin e kuvendit megjithëse LDK kishte kërkuar që të bëhet edhe pa ta, sepse nuk kanë synim të marrin pozitën e kryeparlamentarit, por synimin e kanë tek pozita e presidentit, të cilën pozitë nuk po do ta lëshoj Kurti për antarë të subjekteve të tjera, për shkak që sipas tij synon ta ketë një emër konsensual nëse është e mundur e nëse jo parti për parti, siç ka thënë ai, do të vijë nga vetëndosje pra nga partia që drejton vet Kurti. Qëndresa Billagoshi nga Klan Kosova raportoi drejt për drejt për Ballkan Update. Falenderoj shumë për kohën.